Seanca e sotme e Kuvendit të Shqipërisë u shënua nga tensione të larta mes deputetëve të opozitës dhe majorancës për çështje që lidhen me ish-zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Gazmendbardhi kërkoi që në rendin e ditës të përfshirë raporti i Partisë Demokratike mbi rastin Balluku, por kjo kërkesë u kundërshtua fuqishëm nga kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla. Ju, zoti kryetari, jeni detyruar ta përfshini raportin si pjesë të seancës më të parë të Kuvendit të Shqipërisë pas dorëzimit të raportit. Raporti është dorëzuar të hënën dhe seanca më e parë që përcakton rregullorja e Kuvendit është seanca e sotme. Në rendin e ditës që ju keni sapo lexuat dhe i keni paraqitur deputetëve të martën, nuk është përfshirë shqyrtimi i kësaj kërkese, e cila ka natyrë urgjente, po ju pa e çoni drejt, pra dhe një javë ka mbetur që kërkesa praktikisht konsiderohet e rrëzuar për shkak të mosmarrjes në shqyrtim. Nëse do merrni tani mikrofonin, do më thoni Ulsiu vazhdon të jetë akoma në bibliotekë edhe nuk e ka përfunduar raportin, ky është problemi i Ulsiut, jo i Kuvendit. Ulsiu të dalë nga biblioteka, të dorëzojë raportin, sepse çështja është shumë e thjeshtë, nuk ka nevojë për lexim të thelluar, si mbrohet Belinda Balluku, çështja është kushtetuese, është ligjore dhe ky Kuvend ka detyrimin t'i kthejë përgjigje prokurorisë së posaçme. Kryetari i Kuvendit Niko Peleqi ndërhyri për të sqaruar se afati i dorëzimit të raporteve ishte 9 marsi dhe se shqyrtimi i çështjes do të bëhet me 12 mars. Deputetët u tensionuan më tej me akuzat e opozitës se majoranca po mbron ish-kryeministren Balluku dhe bashkëpunëtorët e saj. E dëgjova me vëmendje gënjeshtrën dhe të gënjesh edhe në muaj Ramazani është dy fish. Jemi brenda kohës që na lejon rregulloria. Ky grup parlamentar është i grup parlamentar serioz, i cili nuk i merr vendimet kryetari i grupit apo kryetari i Kuvendit apo kryetari i Komisionit Ligjeve, por në këtë parti merren vendimet kolegjiale në grupin ton parlamentar. Pavarësisht sqarimeve dhe ndërhyrjeve të kryetarit të Kuvendit, demokratët vijuan me kritika duke akuzuar qeverinë për mbrojtjen e Ballukut nga arrestimet dhe duke kërkuar që çështja të trajtohej me transparencë dhe drejtësi. Tepër tronditse është se tu në parlament sot nuk mund të kishte as edhe një çështje tjetër përveç imunitetit të Lubi Ballukut. Sa do ta shtyni ju, unë ju garantoj që forcë në botë që ta mbroj atë edhe krimet e saj nuk ka. Ajo është një hajdute, ka vjedhë shqiptar me Edi Ramen dhe vetëm 100 milion dhe miliarda. Ajo është një super bandite, ka përdor bandat më të rrezikshme, ka përdor elementet më kriminal për të kërcënuar punojësit e prokurorisë dhe institucionit të akuzës. Dhe asaj dini zot ju, se jeni mekatar. Ju do të kishit hequr në mëngjes sot dhe autorizuar arrestimin e Lubi Ballukut për veprat më të rënda penale.